Momentalisht ndodhemi në fshatin Mirush të Malishevës, ku po bëjmë spektimin lidhur me situatën parafushinjeve këtu, por si thandej Republikës Kosovës, situata është stabile, e përkundër vështirësive, ekipet e ngarkuara për të menaxhuar situatën të avallën me sukses, ka ballafaquar me bukurie. Një pjesë e banorëve tashmë janë bashkuar, por nuk ka njerëz, nuk ka as e lokalitetet të ndryshme. Jemi duke vëzhguar situatën